kjo është mënyra më e thjeshtë, kur blem pul e gaton dhe kështu dhe knaqesh, ha një drek të përkryme. Ka marrë një pul, rreth 1 kg 250 gram. Këto krahët e vogla, qafën, i kam heq, i kam zi, pak me shumë pak lang, ja ku i kam, e gote gjysëm ujë, që të krijoj langun. Mrena tulen e limonit, po gjithmonë pjesën, ja, që ka këtë pjesën e bardhë. Tashti me këtë e lyj kështu, se i jep ngjyrë shumë të bukur limoni dhe pak mrena barkut patjetër. Do ta lyj mirë me kryp. Një herë do lyj barkun. E lyj dhe lëkurën mirë se bëhet dhe kërcet. Vjen të hash me gjithë lëkurën. Do ta lyj me të lyj. Tu kam 3 lynin. E lyj me një furçë. E kam gati për në fornë. Ti hudh pak vo, jo shumë, gjithmonë për të bërë fërgesën duhet miell i ashpër. Jo shumë, po jo nga i ballakumeve, gjithmonë duhet sqaru kjo pjesë. Pak miell gruni. Të miell gruni, unë po i hedhja një lugë të vogël. E do ta lej të piqet avash. 10 minuta to ka vërdise me flak të ulur. Gjithmonë longu duhet jetë i nxehtë. Longu i nxehtë. Tu e ta me sy, që të trashet fërgesa. E përzihet tu i hudh, no? Tu kam unë ja 2 thelpi hudh, i hudhën furrë. Tashti fërgesa u lidh ashtu siç duhet, nuk duhet jetë shumë e trashë, ajo trashet më shumë më vonë. Pula me qull është traditë e Tiranës.